Shoqata kulturore finik dhe banorët e fshatit kishin prej ditës në gjirin e tyre, të bijin e tyre, këngëtaren e mirënjohur të këngës popullore, zonjën e nderuar artisten Irini Qiriaku. Tashmë, ajo mbar një karrierë të shkëlqyer si interpretuese këngës popullore, por njëkohësisht mban pjesë e 71 vite të ndritura të jetës së saj. Kujton me nostalgji fëmijërinë në fshatin minoritar të Finikit dhe flet me shumë emocion për vendin e lindjes. Këtë ditën që më njoftuan, unë mund të kisha dhe plane të tjera dhe me thënë drejtën përjetova një emocion shumë të madh. Më kujtua fëmijëria ime e vogël, se 8 vjeçaren e kam bërë këtu në Finik, këtu kam lindur. I ka 5 vjeç të shkuam në SMT, po SMT me Finik janë gjysore janë me kënd. Edhe bëra shkollën e mes 8 vjeçare e bëra në Finik, fillorën e bëra në SMT. Dhe kujtoj me nostalgji ato vitet e bukura, atë fëmijërinë, atë dashuri, harmoni të fshatit, të fëmijëve. Fëmijëria është kujtesa më brillante e njeriu, sepse fëmia është një gjë angjëllore dhe nuk ka as djallëzi, as ligësi, dhe ato momentet e bukura i kujtoj me nostalgji shumë të madhe. Dhe me thënë drejtën e prita shumë e lumtur këtë ftesë. Ajo ka kënduar në shumë skena të botës, por dihet si ambasadore e minoritetit etnik grek në labirintin edhe të folklorit shqiptar. Pasi përvoja të gjatë, tashmë është më e sigurt se muzika dhe arti i bashkojnë popujt. Mesazhi im është që popujt janë vëllezër, motra me njëri tjetrin. Ne nuk më interesojnë fare politikat. Unë si artiste që jap mesazhet më brillante që ka njerëzimi është dashuria, paqja, mirëkuptimi, të gjitha këto i jep vetëm arti, dhe arti është ura më përkryelidhse e të gjitha popujve, e të gjithë popujve. Kështu që unë mesazhin tim e dhash tash që unë i dua me gjithë shpirt, si minoritarët, si shqiptarët, si rumunët, si bullgarët, si amerikanët, sepse unë kam përjetuar emocionen gjitha skenat e botës, edhe popujt e duan njësoj artin. Me grupin polifonik të shoqatës kulturore të fshatit të saj Finik, ajo interpretoi një këngë kurbeti në festivalin e 4 ndërballkanik folklorik, që u zhvillua para pak ditës në livadija të kësaj njësie vendore.